Departamenti Amerikan i Shtetit ka ndërmarrë masa më të repta për të garantuar sigurinë kombëtare, duke forcuar kontrollet mbi mbajtësit e vizave. Në një deklaratë të shpërndar nga ambasada e SBA-s në Tiranë, theksohet se autoritetet amerikane po monitorojnë vazhdimisht të gjithë individët me viza për të siguruar që ata i respektojnë ligjet dhe rregullat e vendit. Sipas ambasadës, mbajtësit e vizave që nuk ndjekin rregullat përballen me pasoja serioze, përfshirë revokimin e vizës dhe dëbimin nga territori amerikan. Ne po i kontrollojmë mbajtësit e vizave amerikane për të siguruar që ata ndjekin të gjitha ligjet dhe rregullat në SBA, thuhet në deklaratë. Kjo lëvizje vjen si pjesë e një strategjie më të gjerë për të rritur sigurinë dhe për të parandaluar abuzimet me vizat amerikane. Përmes kontrolleve të vazhdueshme, autoritetet synojnë të mbajnë një standard të lartë integriteti dhe disipline mes të gjithë atyre që hyjnë dhe qëndrojnë në SBA. Në deklaratë theksohet qartë se ata që shkelin rregullat nuk do të tolerohen. Ne do u revokojmë vizat dhe do i dëbojmë nga territori amerikan në rast se ata nuk respektojnë rregullat, përfundon ambasada. Ky paralajmërim pritet të ndikojë tek të gjithë ata që kanë viza amerikane ose që synojnë të udhëtojnë drejt SBA-s, duke i detyruar të jenë më të ndërgjegjshëm për respektimin e ligjeve dhe politikave të imigracionit. Masat e reja reflektojnë përkushtimin e SBA-s për të mbajtur një sistem të sigurt dhe të rregullt vizash, duke mbrojtur interesat kombëtare dhe qytetarët amerikanë.